Puna me mineralet e çmuara, sidomos me diamantet, është shumë interesante edhe me shumë vlerë. Këtu jemi tek një vend burim i mirëfillt, i cili përbëhet nga dy përbërës. Përbërësi i parë është ujë dhe përbërësi i dytë është meteor, pra diamanti i zi. Sigurisht bashkëpunimi i këtyre dy komponentëve të rëndësishëm, siç është uji dhe meteori, japin efekte shumë interesante dhe shumë vlefshme për njeriu. Këtu kemi çlirim të dioksidit të karbonit edhe në të njëjtën kohë është balancimi më perfekt që ekziston për sa i përket treguesve të dëmshëm që depozitohen në ajër për njeriu. Pra impakti madhor i këtij vendburimi është pikërisht ky balancim të substancave të dëmshme për organizmin, i cili ndikon në frymarrje, gjithashtu dhe në pastrimin e gjakut njëkohësisht. Pra jemi këtu në këtë vendburim, i cili ka dy pjesë kryesore, pra ka pjesën e zinkut poshtë edhe pjesën e qelçit sipër. Është i mbushur me ujë deri tek sipas efektit rritello, diçka rreth 1/3 e hapësirës, dhe jemi gati të lëshojmë meteorin, diamantin e zi. Filluan efektet e këtij guri t'japin që në momentet e para. Është një nga punimet më të shtrejta, cilët kemi realizuar duke filluar që nga viti 2021-2022, dhe sot mund të themi që kosto totale e gjithë këtij vendburimi është rreth 7 milion euro. Pra, është diçka shumë e shtrejtë, por tepër e vlefshme për njeriu, dhe është një punim prototip i cili vlerësohet shumë dhe është i vlerësuar në shumë qarqe të integruara që punojnë punime të tilla. Ky nuk është punimi i vetëm, por është ndër punimet më cilësore që ne kemi realizuar gjatë produksionit të filmit Zbulimi Thesarit. Për të shkuar më tej, vlera e këtij vendburimi merr një natyrë akoma dhe më të rëndësishme për sa i përket ekspozimit dhe vënë në shërbim për klientin. Pra, nuk është se kemi punuar vetëm për mënyrë individuale, por mendojmë që ta integrojmë në një infrastrukturë shumë moderne, e cila mund të ketë akses pothuajse nga çdo individ që mund të ketë interes dhe nevojë për këtë.